Edhe pse zyrtari më i lartë i Ministrisë së Brendshme Lulzim Basha deklaroi pak ditë më parë se lëvizja e lirë e shqiptarëve nuk do të sillte eksod, shifrat zyrtare të qytetarëve të dalë nga pikat e kalimit kufitar flasin për një bum daljesh. Vetëm në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes, mësohet se në intervalin kohor 15 dhjetor-24 dhjetor, kanë dalë 87.900 qytetarë dhe 28.800 automjete. Ky është numri i lartë i personave që kanë udhëtuar pas hyrjes në fuqi të liberalizimit të vizave, ndërkohë që edhe kthimi i njerëzve në këtë pikë kalimi kufitar ka qenë më i lartë i shënuar deri tani. Në këtë fluks daljesh Kakavia mbetet sërish në mes radhave të gjata, që arrin deri në 6 kilometër. Shkak për këtë mësohet të jetë bërë fakti se pala greke ka punuar vetëm me një sportel. Po shumë vonesë, 2 ore e gjysmë po bëj këtu në dogan. Po pse? Punon shumë me ritmet nga dalta dogan. Po presim kemi në 1 orë. Kështu është çik zor, kështu kur pret, se lodhja po çfarë të bësh. Dogana shqiptare ka marrë të gjitha masat për të evituar radhat e gjata, ndërkohë që nga ana e doganierëve grek është punuar vetëm me një sportel. Në 24 orët e fundit kanë hyrë mbi 6.000 qytetarë dhe rreth 3.500 automjete.